gati për të filluar. Ushtari pozicionohet në një cep të fushës. Ky është një proces shumë nervozues, sepse fusha është e mbushur me mina dhe çdo hap është i rëndësishëm. Jepet urdhri dhe ushtari vazhdon të ecë nëpër fushë. Operatori ndërlidhet me një komandë nga psikiku për të ndërruar drejtimin. Ushtari vazhdon edhe përparon ngadalë. Ndërsa ushtari vazhdon të ecë, psikiku përqendrohet në zonat e nxehta, duke e udhëhequr të sigurt atë nëpër fushë. Ndërlidhësi në fushë jep çdo urdhër të psikikut. Ai papritur ndjen një minë përballë dhe urdhëron menjëherë që ushtari të ndalojë. Ai e drejton ushtarin të kalojë anash minës, duke shmangur rrezikun. Aty duket qartë një minë në gjysmë groposur. Çuditërisht, operacioni Cihan ishte një sukses dhe disa dosje sekrete tregojnë se KGB-ja e përdori këtë program në Vietnam deri në vitin 1976. Përse ishte KGB-ja kaq e interesuar për të ndihmuar vietnamezët e veriut? A ishte thjesht solidaritet komunist? Raportet në dosjet e KGB sugjerojnë se edhe një herë, qëllimi i tyre vërtet në këto eksperimente të rrezikshme ishte në avancimin e programeve të tyre kërkimore në fushën e psikikëve. Midis sovjetikëve, subjektet e para eksperimentale ishin Qigongët. Ata ishin një urdhër i vjetër murgjish tibetian që mendoi se kishte fuqi të mëdha psikike. Dim që në vitin 1945, kur sovjetikët mbritën në Berlin dhe çliruan nga nazistët, ata bashkë me qytetin morën edhe arkivat paranormal të nazistëve, ku zbuluan se nazistët kishin studiuar dhe kishin punuar shumë me elementet paranormal nën sundimin e Hitlerit. Fiksimi i Hitlerit me magjin i shtyu nazistët të bënin eksperimente me këta murgjë dhe t'i përdornin në përbeteja. We also know that in 1945, Soviets when fighting in Berlin. Ne gjithashtu dim se kur sovjetikët hynë në Berlin në vitin 1945, ata takuan tibetian të përdorur nga nazistët gjerman për aftësitë e tyre telepatike në ndalimin e makinerive sovjetike. Sovjetikët gjetën qindra trupa të djegur murgjish tibetian me uniforma të SS-ve. Murgjit preferuan të vetdigjeshin se sa të bëheshin rob të rusëve. Ne nuk e dim se sa morën me vete rusët nga dituria e tyre, por Stalini ishte shumë interesuar në gjithë këtë dukuri. Soviets took with them, if any. However, Stalin was very much interested in the whole phenomenon. Pas luftës, KGB-ja filloi të kryente vetë të teste me këta murgjë misterios. Gjatë eksperimenteve laboratorike, shkencëtarët sovjetikë detyruan ata të përqendroheshin mbi një objektiv të ri, kafkën njerëzore. Vetëm disa minuta pas përqendrimit të madh të murgjëve, Kafka u kris. Nuk dihet nëse u përdor apo jo kjo fuqi nga sovjetikët për të ndikuar në fatet e luftës. Megjithatë, kjo nuk ishte armë vetëm psikike e zhvilluar në laboratorët sovjetik. Shkencëtarët sovjetik dhe psikikët e kuptuan se kishte një fushë energjie ndriçuese që rrethonte të gjitha gjërat e gjalla. Në rastet e psikikëve, kjo fushë është shumë e shumëfishuar. Megjithatë, u desh zbulimi i jashtëzakonshëm i një shkencëtari rus që studiuesi ta shihnin me sytë e tyre këtë energji. An amazing discovery. The researchers were able to see this energy with the naked eye. Semyon Kirilian, një inxhinier elektrik sovjetik, kishte zbuluar mënyrën për fotografimin e fushave të energjisë që ai besonte se dilnin nga të gjitha qeniet e gjalla. Fotografitë e Kirilianit bëhen me elektricitet dhe jo me dritë. Çfarëdo që fotografon vendoset në një pjatë dhe një rrymë me frekuencë lartë kalon nëpër të. Imazhi që tregohet shfaq fushat e energjisë rreth trupit. Fotot e Kirilianit regjistronin punën e ndërlikuar të energjisë që na rrethon ne. Ky ishte zbulimi që tërhoqi vëmendjen e autoriteteve sovjetike. Shteti nuk ishte i interesuar thjesht në arritjen shkencore. Ai kishte tjetër qëllim në mendje. Për të testuar vlefshmërinë e kësaj teknologjie të re, shkencëtarët sovjetik sollën një nga psikikët e tyre me përvojë, Ala Vinogradova. Këto foto të duarve të saj në gjendje të qetë tregojnë një rrezatim normal. Por ndërsa ajo kalon energjitë psikike nëpër duar, fotoja e Kirilianit
tregon qartë ndryshimi. Me faktet fotografuara shkencëtarët e KGB-s, e kuptuan se kishin gjetur mjetet e duhura për të identifikuar njerëz me aftësi telepatike. A ka mundësi që kjo që shohim është energji që vetëm psiqikët mund ta kuptojnë? Ekspertët besojnë se këto fusha energjie përbëheshin nga shumë elementë të ndryshëm. Ato mund të përfshin fusha elektromagnetike, tipe të ndryshme rrezëtimi apo lloje të tjera energjie që janë ende të paklasifikuara. One of the most fascinating experiments that they did, starting to work first on Një nga eksperimentet më të habitshme që bën ishte përpjekja për të gjetur nëse ishin infektuar të korrat. Ata zbuluan se sëmundja në fillim shfaqet në një fushë energjie rreth një gjallëse, para se të kuptohet nga ana fizike. long before it can ever be detected by any physical means in the actual leaf or weed or whatever itself. Shkencëtarët sovjetik mësuan shpejt se njerëzit gjithashtu tregojnë shenja të tilla energjie. Kur një person sëmuret, sëmundja duket që në fillim. Një rezultat i papritur i këtyre eksperimenteve ishte zbulimi që kjo bioenergji mund të manipulohej nga psiqikët që mund të përdoreshin për të shëruar trupin e njeriu. Sovjetikët kishin një interes të madh dhe të vazhdueshëm në shërimin psikik. Një nga arsyet më pozitive për të studiuar këtë dukuri është shërimi. Kjo është e vërtetë. Kjo ndodhi edhe në Bashkimin Sovjetik. Sipas shëruesit rus Aleksi Kivorotov, fusha biologjike e një njeriu ndryshon në varësi të gjendjes fizike të trupit, ndërsa duart e tij kalonin nëpër trupin e pacientit. Ai mund të thoshte menjëherë se cilat ishin organet e sëmura. Pacientët thoshin se ndjenin një nxehtësi të madhe nga duart e tij, sikur një fushë energjie rrezatohej nga gishtat e tij. Nuk u dë shumë kohë që KGB-ja të gjente përdorim për aftësi të tilla. Ordhësit e Bashkimit Sovjetik sëmureshin. Merreshin masa për të mos u shfaqur të dobët përballë perëndimit apo kolegëve brenda vendit që donin të merrnin fuqinë. Për këtë, KGB-ja thiri shërues psiqik si Krivorotovi. Udhëheqës të sëmur rus si Leonid Brezhnev përdorën njerëz të tillë për të mbajtur pushtetin. The KGB did not limit exploration. KGB-ja nuk e kufizoi studimin e dukurive paranormale vetëm tek qenet e gjalla. Ata hetuan gjithashtu edhe dukurinë e fantazmave dhe shpirtrave. Ky studim natyrisht që nuk është i veçantë në vetvete, por KGB-ja filloi ta studionte problemin me një qëllim tjetër. Ata menduan se nëse gjëra të tilla ekzistojnë, atëherë fuqia e tyre mund përdorej si armë. It might very well be possible to harness their power for use as a weapon. Unaza e artë është emri që u është dhënë disa qyteteve të vjetra në një zonë në verilindje të Moskës. Bukuria piktoreske e këtyre qyteteve fsheh aktivitetin e tyre paranormal. Interesi i KGB-s në një fshat të veçantë u rrit më shumë ndërsa u shtuan lajmet për fantazmat. Dosjet e KGB-s tregojnë në rastin e parë të tillë të hetuar në vitin 1968 në Suzdal, një qytet në Unazën e Artë. Familja Leitmanov raportoi vizita natën nga një shpirt pasi kishin mbaruar punimet restauruese në xhakun e shtëpisë së tyre. Unë isha rreth 12-13 vjeç atëherë. Zhurmat e natës fillonin në dhomën e sipër me kuflinin gysherit. Ato ishin në thjesht zhurmë, pastaj fikeshin qerit. Gjëra të padëmshme. Por KGB-ja donte të dinte rreth kësaj dukurie dhe prindrit e mi u treguan. Kur erdhën agentët, shpirti u spostua nga kati sipër në dhomën e ndenjes, ku shtinte librat nga raftet dhe i ndërronte vendet sendeve mbi sergjen dhe mbi oxhak. KGB-ja erdhi me kamera dhe me aparate fotografik, duke u përpjekur të filmonte apo fotografonte fantazma. Asnjëherë nuk i pash fotot. Gjithmonë kam vrarë mendje se çfarë pune kishte KGB-ja me fantazmën tonë të vogël. Fantazma e Leitmanovëve ishte incidenti i parë që hetoi KGB-ja, por jo i fundit. Pamja që do të shihni vjen nga arkivat e mbyllura të KGB-s. Ajo që tregojnë këto kamera është e pabesueshme, mbase shumë e pabesueshme. Agenti që udhëhoqi hetimin në këtë aktivitet fantazmash pranoi të fliste si anonim. Fantazma e Leitmanovëve nuk ishte asgjë për ne. Ajo ishte thjesht diçka e vogël për t'u hetuar. Ne kërkonim një fantazmë të fuqishme dhe e gjetëm.
And we found one. The magistrate's quarters were inside. Banesa e gjykatësit të qytetit gjendej brenda mureve të qytetit. Ai tha se kishte parë një fantazma, hyn brenda dhe u habitëm. Menjëherë mund të ndjeje praninë e diçkaje. Ne nuk humbëm kohë, por menjëherë vendosëm kamerat aty ku kishte më shumë lëvizje. Vendi I parë ishte salloni dhe pas 5-6 javësh arritëm të kapnim diçka, një imazh në film. We finally captured something. An image. On film. I stayed all those weeks. Gjithë ato javë kam denjur në dhomën e miqve. Çdo natë më zgjonte një zhurmë e çuditshme që vinte nga tavolina. Sa herë që ndizja dritën, tingujt ndalonin. Prandaj ne vendosëm një kamerë tjetër aty. Pritëm disa javë dhe rezultatet qenë shumë të mira, siç mund edhe ta shikoni. Took a few weeks, but the results were quite remarkable, as you can see. Vërtet shumë të mira. Po për çfarë arsye I kërkonte KGB-ja fantazmat? The KGB want with ghosts. The magistrate's poltergeist derived all its energy from inanimate. Fantazma e gjyqtarit dukej sikur e merrte fuqinë e saj nga objektet pa jetë. Energjia e fantazmës dukej sikur përqendrohej tek tavolina e shkrimit. Ne menduam se po ta kapnim atë energji, mund ta përdornim tek pajisjet psikotronike për spionazh. Në fund të fundit, askush nuk beson tek fantazmat. Problemi I parë ishte të mësonin fantazmën të bashkëpunonte. First we had to plan the poltergeist. This was extremely difficult. Each night I placed the wall. Kjo ishte diçka shumë e vështirë. Çdo natë unë do të vendosja një orë në sirtarin e tavolinës së shkrimit dhe do t'i kërkoja fantazmës ta lëvizte mbi një tavolinë të vogël në dhomë. Ky eksperiment vazhdoi për shumë muaj me radhë dhe me pak progres. Kjo ishte një kohë vërtet e vështirë. Por më në fund, ne arritëm të kapnim diçka vërtet të veçantë. Very frustrating. But finally we captured something very special. Sipas këtij filmimi, fantazma e kreu detyrën që ju kërkua. Por ne nuk e dimë sa I besueshëm është ky filmim dhe historia që tregoi ky agjent. A donte KGB-ja të përdorte energjinë e fantazmave për spionazh, apo ishte thjesht një mashtrim? Sidoqoftë, KGB-ja I vlerësoi fantazmat shumë të paqëndrueshme dhe që nuk mund t'u zijej besë. Ata I ndërprenë të gjitha kërkimet. Throughout the Cold War, misleading information. Gjatë luftës së ftohtë informacioni I gabuar dilte nga të dyja palët. Por tani që perdja e hekur nuk ekziston më. Kjo propagandë mund të shihet nga një kënd vështrimi I drejtë. Proper perspective. With the decay of communism came great. Me rënien e komunizmit, Bashkimi Sovjetik u fut në një periudhë të turbullt politike. Faktet e mbledhura nga KGB-ja tregojnë se ndërsa kushtet vështirësoheshin, grupet rivale brenda qeverisë filluan të përdornin armët më të frikshme psikike, armët psikotronike. Psychotronics. Muri I Berlinit, një kufi që ndante Bashkimin Sovjetik nga pjesa tjetër e botës. Ambiente shumë sekrete pas murit shpiknin armë me fuqi të madhe. Sinjali famkeq I Moskës, energjia me mikrobale të cilit I drejtoi punonjësve brenda ambasadës amerikane. Në shënjestër të këtij programi ishte edhe Richard Nixoni, kur vizitoi Bashkimin Sovjetik. Gjithëllësit e këtij operacioni vazhdojnë të jenë të fshehta. Nina Kulegina, e drejtuar nga agentët e KGB-s, ajo përdori fuqinë e mendjes së saj për të kontrolluar rrahjet e zemrës së bretkosës. And the KGB in turn KGB-ja e përdori këtë fuqi kundër personave të ndryshëm. Në fillim këto objekte duken shumë të thjeshta, të padëmshme, si lodra fëmijësh. Por tani e dimë që KGB-ja investoi miliona rubla në testimin dhe zhvillimin e tyre. millions of rubles in their testing and development. Lidhja e zbulimit të energjisë me dukuritë paranormale do të jetë po aq e rëndësishme, mbasi edhe më rëndësishme se zbulimi I energjisë bërthamore. 1963 was an important year in the Soviet. Viti 1963 ishte një vit I rëndësishëm në kërkimet paranormale sovjetike
sepse ky ishte viti kur njeriu pa fytyrë, profesori Grigori Goncharov filloi kërkimet e tij sekrete